Do ndalemi tani në një temë mjaft interesante, do të flasim për rolin e mjekësisë dhe inteligjencës mjekësore në sigurinë kombëtare. Vetëm pak ditë më parë është zhvilluar në Parlamentin Italian në Komisionin për Sigurinë Kombëtare një konferencë me titull Mbrojtja e interesit kombëtar, roli i sigurisë kombëtare në mjekësinë e sotme. Pjesëmarrëse ka qenë edhe një shqiptare, ekspertja e sigurisë dhe psikoterapisë, doktoresha Emanuela Dyrmishi, me të cilën do të zhvillojmë një bisedë në këto momente. Përshëndetje zonja Dyrmishi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që jeni prezente. Cili ishte fokusi kryesor i kësaj konference dhe çfarë është inteligjenca mjekësore? Atëherë, fokusi kryesor ishte të njihej dhe të zhvillohej akoma më tepër, sidomos në ditët e sotme, ku ka marrë një përshpejtim akoma më të gjallë, sidomos në vitet e fundit, rëndësia e asaj që juve thatë, e mjekësisë në sigurinë shtetërore. Doja të kujtoja që në shumë vende, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Francë apo në Gjermani, ka departamente të veçanta të asaj që quhet medical intelligence, do me thënë mjekësia dhe siguria e shtetit. Mjekësia dhe siguria e shtetit në mjekësi është ajo degë e sigurisë shtetërore që merret me lidhjen e të dhënave biologjike, bioshkencore, demografike, të arkitekturës të lidhura me shëndetësinë, të dhënat teknologjike, demografike të tjera që janë të tëra të lidhura me atë që është siguria shtetërore në mënyrë që të shkojnë dhe të influencojnë ato që janë vendimarrjet ushtarake, ekonomike dhe politike afatgjata. Do të cilja disa shembuj për ta bërë më të thjeshtë. Gjëra që të cilat ndonjëherë nuk merren parasysh, nuk mendohen apo nuk njihen, por që duhen ditur dhe duhen thelluar akoma më tepër, sidomos në ndryshimet e fundit. Ne përshikojmë dita ditës që kemi një moment global shumë kritik dhe intensiv. Edhe në qoftë se mendojmë pjesën arkitektonike, në një qytet urban të mbipopulluar, me kulla të mëdha apo me grata çela, ku marrëdhëniet sociale janë të reduktuara, çfarë ndodh? Ndodh që njerëzit janë gjithmonë në tension nga ana neurobiologjike, janë gjithmonë në stres, në vigjilencë të vazhdueshme. Kjo çfarë do të thotë? Që për atë, në një rast konflikti, ajo që është informimi apo dizinformimi, që është pjesë e luftës hibride, do të bëhet në një mënyrë tjetër, në një ambient urban të tillë ku njerëzit ndodhen gjithmonë në stres, ndryshe do të ishte ndërhyrja nga ana ushtarake, politike, informuese apo dizinformuese në një ambient ku parametrat e asaj që është urbanizimi, gjelbërimi apo marrëdhëniet sociale janë në parametrat e duhur. Gjatë edhe kjo fokus që para një jetë është shumë i rëndësishëm, sepse shkon edhe influencon psikologjinë e masave. Diçka tjetër për shembull që nuk mendohet asnjëherë, ose e vëre shumë në Shqipëri, lihet pas dore, është dhe aspekti ekonomik i lidhur me atë që është pjesa demografike. Dhe edhe kjo pjesë është pjesë e inteligjencës mjekësore. Prandaj jepet akoma më tepër përparësi, sidomos nga 2019 edhe më tutje. Shumë shpesh thuhet që në transformimin apo kur një industri e huaj shkon në një vend tjetër, mendohet se është vetëm ulja e taksave apo e rrogave që shtyn një industri të shkojë nga një vend në tjetër. Nuk është as pak kështu. Gjë e rëndësishme është edhe sa popullsia e këtij vendi është e vjetër apo e re. Një popullsi e vjetër gja eliminon mundësinë për një industri që të zhvendoset në një vend tjetër, unë mendoj për Shqipërinë, apo sa është kapaciteti i arsimit të një vendi për të thithur industrinë. Aspektet e tjera që janë bërë akoma më intensive dhe më të kërkuara për atë që i përket sigurisë shtetësore të lidhur me mjekësinë janë sidomos teknologjitë e reja. Në qoftë se ne do të mendonim për informatizimin e përgjithshëm, gjë që është pjesa më e thjeshtë e spitaleve, në spitale në parametrat globale, kam fjalën, fakti i informatizimit të shpejt e i bën ata akoma më tepër pikësynim i hakerave të mundshëm. Por hakerimi i të dhënave shëndetësore nuk është thjesht një vjedhje e të dhënave. Doja të kujtoja që në vitin 2017 kur
pati një përshpejtim edhe të atyre që ishin masat për sa i përket sigurisë shtetërore të lidhura me mjekësinë, pati një dëm shumë të rëndësishëm, sidomos në Skoci dhe në Angli, ku 40 spitalet të vendit ranë komplet, pati një hakerim shumë të madh dhe kjo e çoi qeverinë britanike gati në një rrëzim të plot nga një moment në tjetrin. Këto janë teknika të lidhura me mjekësinë, me sigurinë shtetërore në mjekësi, që zakonisht përdoren edhe në për atë që është terrorizmi apo politikat konfliktuale të një shteti kundrejt një shteti tjetër. Janë dhe shumë të tjera, sidomos në momentin e sotëm kur medical device po marrin një përparësi gjithmonë e më të rëndësishme, akoma më tepër rëndësia e mjekësisë, sidomos pas pandemisë të 2019-s, ka arritur dhe është përshpejtuar në hapa që nuk ishin të pritshëm. Dhe kjo solli edhe përshpejtimin e investimeve në formim në radhë të parë. Dua t'ju pyes zonja Dyrmishi, për ta kuptuar pak, pse një mjek për shembull duhet të mësojë rreth sigurisë së shtetit dhe të ushtrisë? Atëherë, në radhë të parë, ajo që po bëhet në Itali, dhe masteri që neve po çojmë përpara, me në cilat janë dhe vetë profesore specifike për mjekësinë dhe për sigurinë e shtetit dhe pastaj për mjekësinë dhe teknologjitë e reja, i drejtohet ushtrisë, sigurisë së shtetit, atyre që merren me marrëdhëniet ndërkombëtare, por edhe mjekët nga ana tjetër duhet të njohin disa parametra. E bëjmë të thjesht akoma, në ato që thatë më parë, për sa i përket informatizimit të dhënave spitalore, të dhënave shëndetësore të tjera. Të dhënat shëndetësore janë ato që edhe në tregun e zi, kanë një vlerë monetare, sepse ekziston edhe tregu i zi të dhënave shëndetësore, një vlerë monetare që vjen me njëherë pas atyre ekonomike. Por çfarë ka ndodhur? Duke patur parasysh ndryshimet, si thash më parë, në teknologji, që në 2019 Komisioni Evropian për sa i përket sigurisë kibernetike ndryshoi, i pari ligj që ndryshoi dhe përmirësoi ishte ai i kibernetikës për të dhënat të mjekësore dhe medical device. E ndryshoi komplet, sepse të vësh dhe të rrëzosh poshtë sistemin shëndetësor të një shteti, si e thash më parë, do me thënë të gjunjëzosh një vend. I mendoni sa problematike do të ishte në qoftë se nga një moment në tjetër nuk do të funksiononte me asnjë spital. Do të ishim duke bërë një ndërhyrje kirurgjikale dhe asnjë lloj ndërhyrje nuk mund të bëhej më. Këto janë ndërhyrje politike të rëndësishme. Çfarë ndodhi? U ndryshua ligji komplet në mënyrë që të garantohej edhe në nivel praktik vënia në terren e parametrave të sigurisë kibernetike, duke filluar që nga formimi i njerëzve për të siguruar të dhënat mjekësore. Në qoftë se u bë parametra të tilla që detyrojnë një spital, e bëj shumë të thjeshtë kur flas për spitalet, të kenë personelin e duhur në mënyrë që të garantojnë gjithnjë funksionimin e këtij spitali. Në qoftë se fiket një zonë e veçantë, atëherë të gjitha të tjera duhet të jenë të gatshme për të funksionuar në mënyrë që funksionimi global të jetë i tillë. Mjekët duhet të jenë të parët sepse janë ata që menaxhojnë në të përditshme këto të dhëna. Në qoftë se nga ana politike, ekonomike dhe ligjore, në qoftë se një spital nuk garanton ato që kërkohen ligjërisht nga ndryshimet e ligjeve ndërkombëtare të nënshkruara nga shtetet e ndryshme, në qoftë se nuk garanton, atëherë edhe një pacient, si mund të isha edhe vetun, mund të hedhë në gjyq spitali apo mjekun që nuk ka qenë në gjendje ti parapri këtij hakerim. Edhe thjesht duke hapur një email të vogël ku ka që sjell pastaj hakerim. Dhe çfarë do të thoshte kjo? Në qoftë se do të lidhja në gjyq spitalin, atëherë do të krijoja një dëm imazhi, një dëm ekonomik dhe një dëm të përgjithshëm shumë të gjerë se sa thjesht ajo që duket në fillim një hakerim i thjesht që në fakt shkon shumë përtej në qoftë se njihen problematikat e këtij niveli. Nëse mund t'i pyes, cilat janë pikat specifike që e bëjnë Shqipërinë vulnerabël akoma më tepër, sidomos pas marrëveshjes me Italinë për emigracionin?
Atëherë, shumë pak njohin faktin që kur flasim për qendrat e azil kërkuesve apo të emigracionit, nuk po flasim, e lidh këtë me mjekësinë, nuk po flasim thjesht për qendra ku kemi vetëm të dhënat mjekësore, no? Të personave që ndodhen brenda qendrës. Atje, në mënyrë specifike, kemi të dhëna mjekësore dhe të dhëna të ndjeshme. Futen në dy kategori, prandaj dhe mbrojtja duhet të jetë e dyfishtë. Të dhëna të ndjeshme në kuptimin që brenda qendrave azil kërkuese vijnë persona nga realitete të ndryshme. Flas nga eksperienca ime personale, vjen terroristi, vjen antiterrorizmi, vjen ai që është marrë deri dje me sigurinë e shtetit dhe në të dhënat e tij kemi funksionimet shumë shpesh, funksionimet e shteteve njëra pas tjetrës. Një akses i padëshiruar do të sillte në një dëm të jashtëzakonshëm. Personi që i mbart ato të dhëna në qoftë se thjesht do të zbulohej, që ndodhet në atë qendër do të bëhej pre e vendit nga ka ikur. Nga ana tjetër, vendi vet ku ndodhet në qendër e tillë, në qoftë se nuk është në gjendje që të mbrojë këto të dhëna, do bëhet pre akoma më tepër e sulmeve, jo vetëm kibernetike, por edhe sulmeve të tjera nga vendet nga të cilat këta persona janë larguar. Në qoftë se pastaj do ta shikonim në perspektivën e vendit pritës, do kujtoja gjithnjë faktin që emigrantët kanë dy fish, është ndryshe kur flasim për emigrant dhe për azil kërkues, kanë dy fish mundësi më tepër për të patur disa patologji psikiatrike të rëndësishme, sidomos psikozat që janë të lidhura me vetë kushtin që janë azil kërkuesit 3 herë më tepër, kanë mundësinë për të patur problematika që i shkëputin nga realiteti dhe i predispozojnë për prirje të dhueshme, prirje që mund të futen edhe në atë që është terminologjia e terrorizmit apo të radikalizimit të dhunshëm. Ndaj një vend, flas këtu edhe për Shqipërinë që në këtë moment ka marrë këto marrëveshje dhe këto hapa të rëndësishëm, duhet të jetë akoma më tepër i përgatitur për këto aspekte. Nëse nuk njihen këto aspekte si për integrimin social, nga njëra anë nëse do të flisnim për pjesën sociale, apo të mbrojtjes të parametrave fizike, ligjore dhe të ndërhyrjeve që duhet të vihen me detyrim brenda një qendre azil kërkuese për sa i përket të dhënave që thash më parë të ndjeshme apo mjekësore, atëherë çdo ndërhyrje do të ishte një ndërhyrje e falimentuar që në fillim. Këto do ishin dy pinar, janë dhe duhet të jenë dy pinarët që duhen vënë gjithmonë në drejtim nga ata që e njohin dhe i njohin këto parametra për të evituar probleme të momentit apo edhe afatgjat, si për personat që kanë akses në këto qendra, por edhe për shtetin mikpritës, jo vetëm për Shqipërinë, por për çdo shtet. Unë mund të bëj këtu edhe krahasimin midis Italisë edhe Zvicrës. Zvicra ka parametra shumë më të lartë dhe të njohur për sa i përket këtyre për qendrave azil kërkuese. Në Itali, mosnjohja e këtyre parametrave dhe mos investimi në këto pika ka krijuar her pas here epizode të kronikave të zeza që kanë ngelur akoma dhe ngelen akoma si epizode shumë të rëndësishme që kanë shkaktuar pastaj edhe ndryshime të politikave të brendshme të her pas hershme, do të thosha. Masteri Inteligjencë, sigurisht shtetërore dhe mjekësore, shtetërore e mjekësore, është një iniciativë mjaft interesante. Si e vlerësoni nevojën për një program të tillë studimi dhe përfitimet që mund sjell për zhvillimin e institucioneve të sigurisë dhe të mjekësisë njëkohësisht? Atëherë, fakti që po jepet ka shumë përparësi, një formimi specifik në këtë tek lind nga nevoja dhe nga njohja e asaj që po ndodh në vitet e fundit, një përshpejtim i teknologjisë së lidhur me mjekësinë. Kjo ka bërë të mund, kjo ka sjell në fakt edhe nevojën për adeguimin e asaj që është siguria shtetërore, sepse sidomos në ato që janë teknologjitë mjekësore kemi një rritje
të hapësirës së sigurisë kibernetike. Unë duhet kujtoj që ndryshe nga sa ndodhte deri para 5 vjetësh, hapësira kibernetike është njohur tashmë si hapësira e 4 e konflikteve. Përpara ishin vetëm ajri, uji, toka, tani hapësira kibernetike është rritur jashtë mase dhe është hapësira e 4, si thash më parë, e konflikteve. Në pjesën mjekësore kjo është akoma më e rëndësishme. Një pjesë tjetër e rëndësishme është edhe influenca që ka kjo hapësirë e 4 në ato që janë neurobiologjia dhe neurokognitiviteti, jo vetëm i personave, por edhe vetë analistëve të inteligjencës që merren ditë për ditë me këtë pjesë të inteligjencës. Neve sapo përfunduam një working paper së bashku me një ish profesorin tim, general të karabinjerëve, që fokusohet pikërisht në këto ndryshime që po ndodhin në mënyrë të përshpejtuar me rritjen e kontaktit që kemi me inteligjencën artificiale, ndryshime në neurobiologjinë e analistëve vetë, neurobiologjinë e popullatës dhe ato që mund të jenë problematikat dhe ndërhyrjet që duhet shohim përpara deri në 2030. Ne kemi dhënë aty disa përgjigje të mundshme për të parabërë këtyre ndryshimeve, që si thash, prekin jo vetëm analistët, na prekin neve të gjithëve. Kjo është këto ndryshime që po përshpejtojnë edhe në nivel biologjik janë përgjigja e pyetjes suaj, nevoja e njohjes dhe e influencës që ka mjekësia në sigurinë e shtetit. Ose do thoja, medical intelligence, sepse është, si thash më parë, nuk është diçka e ndarë, është thjesht një pjesë e inteligjencës, e asaj që është siguria shtetërore. E kuptoj. Shumë pak e njohur. Kam edhe një pyetje fundit, zonja Dyrmishi. Rezultatet e check-up që administrohen online, si mund shfrytëzohen për politika shëndetësore? Atëherë, në fakt kjo është diçka, në ditët e sotme i quajmë check-up, por është diçka që është përdorur gjithmonë që nga antikiteti deri më sot. Unë do kujtoja që të dhënat, nëse do të lidhemi me historinë e vjetër, të dhënat që në fillim të luftës të konfliktit të Rusi-Ukrainë u përfol për ato që ishin të dhënat mjekësore të Putin, dhe hyn ato që thash në fillim, informim apo dizinformim për të drejtuar ato që është një strategji të luftës. Kjo është bërë që nga antikiteti deri më sot. Në ditët e sotme është akoma më e thjeshtë. Neve kemi akoma më tepër përdorimin e medical device. Nëse mendojmë që kemi dikë që ka një pacemaker, një drejtues apo ka një stimulues transkranik, atëherë me teknologjitë e sotme që nga lart mund të manovroj, mund të stopoj pacemakerin apo stimuluesin transkranik dhe kjo i bën këtë pjesë medical device dhe sigurinë e tyre si një armë në duart e një shteti tjetër apo të terroristëve të mundshëm kundrejt një shteti për të krijuar frazira të momentit apo dhe afatgjata. Në fakt janë ajo që quhet tani luftë hibride, akoma më tepër luhet në nivelin e mjekësisë, por është diçka që është përdorur të paktën për pjesën informuese, dizinformuese që nga antikiteti. Dhe në fund, si do të inkurajoni të rinjt shqiptarë që të angazhohen më shumë në këto fusha dhe të kontribuojnë pse jo në zhvillimin e sistemit të sigurisë dhe të shëndetësisë në Shqipëri? Atëre, unë doja të thoya që formimi që neve kemi nisur në Itali është i hapur edhe për shqiptarët. Është i hapur për shqiptarët që i përkasin, si thash më parë, fushave të ushtrisë, të sigurisë shtetërore, të marrëdhënieve ndërkombëtare nuk është e hapur për mjekët, por mjekët janë të detyruar për ato që thash më parë që të njohin disa parametra që janë të tyret për sa i përket kësaj fushë. Si thash dhe më parë, hapësira kibernetike po përshpejtohet gjithnjë më tepër. Përshpejtohet dhe ndonjëherë na del jashtë dore, neve duhet thjesht të vendosim. Është teknologjia që do të jetë ajo që do të na guidojë apo do të jemi ne ata që do jemi të zotët që ta drejtojmë atë. Unë jam formuar vetë fillimisht si mjeke, pastaj u formova dhe në marrëdhënie ndërkombëtare, në ekonomi dhe në siguri kibernetike, dhe si analiste në geopolitikë dhe në inteligjencë, sepse pak nga pak në punën time të përditshme e vura re nevojën
për të patur disa informacione më tepër të paktën bazilare për të mos lejuar apo për të bërë akoma më mirë punën time të përditshme. Bota po ndryshon jashtëmase, si thash, po ndryshon, sidomos në 5 vitet e fundit me një shpejtësi që po na del jashtëdore. Unë po nam parë për hapësirën e 4, po zgjerohet aq shumë sa që do ketë nevojë edhe për energji. Kur flas për energji dhe thjesht energji elektrike, energji për ta manovruar akoma më tepër. Po si ndryshime rrënjësore në çdo fushë të jetës tonë. Ndaj formimi është njohja dhe formimi është hapi i parë i rëndësishëm që duhet bëjmë. Pa njohur nuk mund të ketë ndryshim. Unë si e kam thënë gjithmonë, unë dhe kolegët e mi, si për pjesën formuese në të gjitha këto hapa, kibernetike, inteligjencë, apo teknologjitë e reja, si mjekësore dhe ato elektrike, cyber, edhe tëra, jemi më së të hapur të japim ndihmesën më të madhe që kemi mundësi si dhe për të bërë shkëmbime bilaterale për të sjellë të rinj shqiptar të formohen jashtë, të sjellim eksperiencën tonë, sepse e dim që në një botë të lidhur akoma më tepër nëpërmjet kibernetikës, bashkëpunimi me të gjitha figurave është e vetmja mënyrë që do të lejoj të mund të manovrojmë diçka që në këtë moment më duket se po na ikën nga duart. Unë ju falenderoj shumë zonja Dyrmishi për intervistën që patët me ne dhe për gjithë kontributin që po jepni. Faleminderit juve. Ne këtu kemi mbritur në fund dhe të kësaj pjese do të shkojmë shumë shkurt në reklama dhe si gjithmonë në pjesën e fundit flasim për sportin.